Rreth 75 familje të fshatit Drizar në bashkinë Mallakastër për më shumë se gjysmë shekulli përballen me problematikën madhore të rrugës së Varrezave. Rruga prej 1,5 kilometri është e pakalueshme dhe e amortizuar pothuajse në gjithë gjatësinë e saj. Banorët tregojnë se vështirësia nuk është vetëm për të përcjellë në krah për në banesën e fundit të afërmit e tyre, por edhe për të marrë pjesë në rritet mërtore e përkujtimore, pasi automjetet nuk e përshkojnë këtë rrugë plot gropa dhe gur. Nuk ka më keq. E marrëm njerin që vdes e çojmë në krah. Sot është shumë keq që ne sot të çojmë njerin në krah. Është fatkeqësi për këtë fshat ku vjen fondet. Sepse në Çorrush janë bërë të tëra rrugat e Varrezave, në Drizar s'ndjet njeri. Ne duam fondin ku vete. Në qoftë se s'ka çelu qeveria fond, na kërkojnë ndihmë se unë kam çuar shpirtin atje. Do investoj unë. U rregullisë më e shpum në përshit. Shkruaj po deshe 17 marsin që është të mbahet mend ç'është bërë. Ran burrat të rrugës. Edhe s'ndihet kush. Duhet me çdo kusht ndërhyrje nga shteti ose nga bashkia. Dhe duhet bërë dhe kanalizimet, se nuk kalon rruga kur bie shi. E pavarësisht se u është premtuar në mënyrë të vazhdueshme ndërhyrje nga drejtuesit vendor, deri tani asnjë investim konkret nuk është realizuar. Na është premtuar shumë herë dhe deri tash nuk është bërë asgjë. Për 5 makina çakull diskutohet. Çakull ka plot këtu në fshat, që po marrin. Edhe hidhet ajo dhe nuk ka si problem. Zgjidhen dy gjëra, edhe Teqeja dhe Varrezat, njëkohësisht. Jeni ankor? Jemi ankor. Na kanë premtuar, deri tash nuk është bërë asgjë. Prej sa vitesh është në këtë gjendje? Kjo ka 30 vjet. Se kemi pas një rrugë diku, kur u da toka, u zukja rruga këtu e ngeli andeja. Ashtu vazhdon akoma. Kemi problem në silagje. I thonë të tëra gjëra, do i bëjmë sot, do i bëjmë nesër, do i bëjmë sot, gjallë në botë. Sa vinë, marrën ato vota e me nuk shkelen. Shiko, e shtup që e themi këte, se jemi detyruar, duhet ja japin, aman më bëj dhe punë. Përballë kësaj situate, banorët një zëri kërkojnë ndërhyrje urgjente për t'i dhënë fund kësaj problematike shumë vjeçare. Ndërkohë i pyetur për këtë situatë, kryebashkiaku Qerim Ismailaj ka pohuar se ky segment rrugor është planifikuar me prioritet në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm.